Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me ju edhe me mua, Tirona Lilin, për të komentuar dhe për të folur bashkë për ngjarjet më të fundit të dinamikat në Big Brother VIP Albania dhe atë se çfarë do të ndodh sonte. Tani brenda asaj shtëpie është krijuar, do ta themi në thonjza, çifti i parë. Janë krijuar aleancat e para, janë krijuar ndjesitë e para. Casey edhe Ina çift. Banorët nuk e dinë që Casey dhe Ina kanë dhënë puthjen e parë. Domethënë ato shikojnë afrimitetin, shikojnë kiminë e përbashkët që Casey dhe Ina kanë krijuar, ndjesinë e përbashkët që Casey dhe Ina kanë krijuar, por akoma nuk e besojnë, le ta themi në thonjza, atë afrimitetin aq të madh që është një afrimitet dashurie, që është një afrimitet ndjesie, që është një afrimitet energjie. Casey dhe Ina kanë dhënë në puthjen e parë në lavanderi, ku ishte në fakt një puthje imponuar jashtëzakonisht nga Casey, edhe pse ne në zemrën e tyre nuk jemi, ato domethënë njihen që nga jashtë. Ndoshta mund të rezultojnë që mund tjetë edhe dashuri e vërtet, mund të rezultojnë që mund tjetë edhe ndjenjë e vërtet. Unë në sytë e Caseyt shikoj shumë pozitivitet kur është me Inën, shikoj shumë lumturi, por njëkohësisht edhe nga ana e Inës shikoj një lloj respekti jashtëzakonisht për Caseyn. Për shembull, nëse do të kishim bërë një analizë të marrëdhënies së Caseyt, Inës edhe Stelinës, për shembull Stelina nuk e ka patur këtë lloj respekti për Casey, nuk e ka patur këtë afrimitet, nuk e ka patur këtë lloj ndjesie që në fakt një femër realisht duhet ta ketë për mashkullin e saj. Nuk ka patur emocione të tilla. Stelina gjithmonë domethënë ka patur një murr mes marrëdhënies Casey dhe Stelina, ka patur një lloj ftohje, ka patur një lloj stepje në fakt që Casey dhe Stelina e kanë patur. Casey u mundua disa herë, tentoi disa herë që të afron Stelinën, edhe me surprizën që i bëri, edhe me emocionet që i dha, edhe duke e lutur, por Stelina i thonte gjithmonë unë nuk të besoj. Dhe me hyrjen e Inës, unë e kam thënë gjithmonë që Ina do ta fitonte Caseyn, por do ta fitonte me qetësinë dhe me dashurinë e saj. Me hyrjen e Inës, Ina me qetësi, me ngrohtësi, e kishte të gjithë shtëpinë kundër, e fitoi Caseyn. Në fakt ne kemi gjykuar Inën, por nuk e dim domethënë si rrjedhin gjërat nga jashtë. Unë jam kundër vajzave të cilat futen në një marrëdhënie dhe shkatërrojnë një marrëdhënie, por Ina për ta pastruar veten shkoi, ul, bisedoi me Stelinën, edhe i tha kësaj gjëje, tha duhet ta ti vëm pikën mbi që nuk kupton ose ti ose unë Caseyn. Domethënë sonte banorët do të ballafaqohen me atë fotografinë e famshme të lidhjes së dashurisë së Caseyt edhe Inës, kjo fotografi që në fakt mund ta mban Inën brenda asaj shtëpie. Tani, hipotezat janë këto. Ose Casey e do Inën vërtet, ose ka bërë këtë gjë domethënë vetëm për ta mbajtur Inën në shtëpi, sepse është në një nga televotimet më të forta që janë bërë deri më tani. Në qoftë se vazhdon lidhja e dashurisë dhe Stelina prej sonte do të jetë ajo vajza që do të ketë gjithmonë debate në këtë mes dhe do mundohet ta shkatërron këtë lidhje, ashtu siç në fakt Casey e shau me ropt e shtëpisë, që sonte besoj do të transmetohet në Prime, që nuk është e bukur, atëherë domethënë Ina do vazhdon të qëndron. Përndryshe domethënë Ina është banorja më e rrezikuar. Përpos kësaj marrëdhënies do të kemi edhe marrëdhënien Stelina Casey, domethënë një marrëdhënie që pati një plasje, grindje ditë më parë shumë të madhe, ku Casey përzjodhi ashtu siç e thash domethënë ta shan Inën me ropt e shtëpisë në familje dhe më pas domethënë do të kemi një lloj sqarimi prej anës së tyre, edhe pse Casey kur del nga vetja nuk është se kontrollon natyrën e tij se çfarë flet, por në thelb mua nuk më duket një djalë i djallëzuar, sepse duke u bazuar nga përditshmëria e jetës, banorët e këtij Big Brotheri apo të kastit të tjetër janë pasqyrë e shoqërisë sonë, domethënë janë ato që në fakt janë jashtë. Unë nuk besoj që aty ka
inskenim e ka loj, mund të ketë loj në emocione të tilla, por nuk mund të ketë loj në karakter kur banorët grinden, domethënë janë vetja e tyre. Kesi është ky. Dhe sonte do të sqarohet ky debati që jam i bindur që vllau i madh do ta transmeton sepse Kesi ka thyer edhe rregullat kundërdrejt vëllaut të madh. Ku më pas do me thënë, do të flitet edhe për hyrjen e Rogertit. Hyrja e Rogertit nuk është se i vuri banorët në një qetësi, por kundrazi, Rogerti ka një luftë të madhe me banorët. E shikoja edhe mbrëm gjatë orëve të vona, do me thënë Rogerti plaste në debate, ofendime kundërdrejt Kristit, denigrime kundërdrejt njëri tjetrit, dhe normalisht bëheshte kjo gjëma e madhe, le ta themi në thonjza, brenda në atë shtëpi. Do me thënë nga Rogerti që tashmë si banori i ri mundohet që ta merr trofeun dhe nuk e di në qoftë se do të mundet ta merr në këtë formë, por mbrëm për shembull e pash debatin shumë të stisur, e pash një debat do me thënë të tipit që hajtë të bëjmë një debat me Kastile, Kristi, sepse Rogerti nuk ja tha atë gjë siç e mori Kristi, do ta komentoj në video tjetër, dhe më pas do me thënë do të kemi marrëdhënien Miri Selin Greta. Nuk e di sa e keni parë, kohët e fundit Greta ka filluar të krijon një lloj afeksioni njerëzor, një lloj afrimiteti me Mirin, dhe kjo gjë në fakt e bën që të jetë në qendër të vëmendjes dhe e bën që të jetë Mirin të dalur në prime. Domethënë do të kemi shumë dinamika, më pas e kemi dhe darkën Brikena Mateo, një dark që ndryshoi marrëdhënien dhe ndryshoi rrjedhshmërinë e këtij çifti. Mateo, siç duket, tashmë i ka syt më së shumti te Brikena dhe në qoftë se e ka thënë në studio që unë nuk e kam arritur akoma qëllimin, mendimi im, qëllimi i Mateos është fakti që Mateo të merr atë që don, do të thënë të lidhet me Brikenën, ta vazhdon ndjesinë dhe ta vazhdon dashurinë e tij. Sonte kemi se çfarë të shohim, do të thënë do të jetë një natë dinamikash, ka ndodhur shumë ngjarje brenda shtëpisë së Big Brotherit, po përflitet edhe për hyrje të reja, nuk e besoj në fakt që janë lajme të vërteta, sepse është një numër i mirë konsiderueshëm për banorët që kanë hyrje. Do të kemi rrëfim historish, do të kemi surpriza të bukura, do të thënë sonte do të jetë një natë, unë do të them magjike, sepse Top Channel-i di ta shndroj këtë natë magjike, di t'i fal emocion publikut dhe do të presim një super prime, do të thënë të gjithë në orën 9:15 para ekranit, për të ndjekur Big Brother VIP Albania 5. Do me thënë do të kemi shumë deklarata ndoshta për herë të parë të fuqishme brenda asaj shtëpie, shumë skena të ndryshme, shumë situata të cilat qytetarët që e ndjekin këtë format i kanë lënë në pikpyetje se në thelb çfarë po ndodh brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5. Le të takojmë të gjithë së bashku, na ndiqni me subscribe.